Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Industria e ndërtimit sërish ka marrë një jetë. Këtë javë, një grua 46 vjeçare nga Lipjani ka vdekur gjatë kohës kur po punonte në një objekt banesor i cili është i papërfunduar. Ngjarja ka ndodhur me 5 korrik në një objekt që ndodhet në qendër të Shtimes e i cili për shkak të neglizhencës së institucioneve është përdorur për banim edhe pse nuk ishte pranim teknik. Ne sonte do gjurmojmë disa fakte. E para, Prokuroria e Shtetit nuk e ka dënjesuar fare këtë vdekje për të dërguar një prokuror në vendin e ngjarjes. E dyta, provat e cilat ndërlidhen me vdekjen e 46 vjeçares nuk janë mbledhur, por janë lënë në vendin e ngjarjes. Madje më e rënda, vendi ku ka ndodhur ngjarja, edhe pse i rrezikshëm, është rikthyer për përdorim tek banorët pa u siguruar nëse janë marrë masat mbrojtëse. Të kthehemi te ngjarja për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. 46 vjeçaria ishte duke ndihmuar familjen e një kushërire të saj për të pastruar banesën, e cila ndodhet në katin e 3. Sipas asaj që shihet në vendin e ngjarjes, ajo dyshohet se ishte duke shkundur disa qilima kur mbrojtësit metalik, që ndryshe njihen si gilindera, ishin shkëputur. 46 vjeçaria kishte rënë bashkë me tepihet dhe gilinderat nga kati i 3. Të gjitha këto prova janë lënë në vendin e ngjarjes, edhe përkundër faktit se në këtë vend ka vdekur një grua. Nëse që kanë qenë minuta, kanë qenë sekunda, ne jemi kontarë kësaj rrugës. Këtu, qëtë moment, qëtë vend e kom larë kerin, e se o pake, këto i 2 kjerët nuk i kanë këto heq, o pake një person i shtrim. Edhe e kom nalë kerin dhe kom thonë shoqës tash të kash është një grua e shtrime në tokë. Unë halapa nalë kerin, shoqëja ka ardhën, ka zbrit pe i kerit, e ka kësy këtë zidin këtu, si po shifet, edhe ka rënë në tokë. Shpejt, edhe ka shku të viktima aty, ta shëndjera. Në moment, dhe se ka shku shoqëja atje, ka dole djali saj. A djallë shakon, ka dalë pej katit edhe ka vërtat, mam, aja s'ka livrit. Shoqja u afru ofër, ja ka fillu mja dhënë ndihmën e parë. Po, aja kesh puls hala, se mas parja moti pulsin e pat pak, edhe më nuën. I tha djallit vet, tha, jepja tha frymën, a din ngoj, pa i djalli kej habitun edhe smujti, tani shoqja më nuën edhe frymën me dhënë, edhe me të pumpat. Në moment kanë ardhur policia, shumë shpejt kanë ardhur. Ka ardhur edhe ndihma shpejt pas policisë, e kanë marrë viktimën edhe kanë dërguar. Shikues të nderuar, sipas rregullave, kur një ndërtesë u lëshohet në funksion banorëve, gilinderat do duhet të ishin të testuar edhe të ishin të sigurt. Një strukturë metali që të shkputet duhet presion i madh, përpos nëse ajo nuk është vendosur siç duhet. Për të konstatuar nëse metali përdorur ishte ai që duhet dhe nëse puna ishte kryer sipas standardeve, ne kemi tentuar të shohim nëse prokuroria ka hetuar deri në fund këto rrethana. Ajo që kemi gjetur në vendin e ngjarjes është mjaft befasuese për ne. Pas ngjarjes, në zonë kishin qëndruar disa ekipe të policisë, por jo edhe prokurori i shtetit, ndërsa prova kryesore në këtë rast, gilinderi, nuk është dërguar fare për analiza më të thella. Të dielën me 5 korrik, një 46 vjeçare ka rënë nga kati 3 nga ky objekt ku po lajmërohemi. Ajo dyshohet se nga dritarja ka rënë së bashku me rrethojen mbrojtëse e cila është prapa meje. Mirpo, një ditë pas ngjarjes, rrethoja mbrojtëse si provë kryesore vazhdon të qëndrojë në vendin e ngjarjes. Në interpretimin ton, kjo rrethojë do duhet të merrej nga organet e hetuesisë për tu ekzaminuar.
Për ne ishte e çuditshme sepse të paktën kjo provë nuk është marrë dhe nuk është dërguar për analiza nga hetuesit dhe prokurorët e rastit. Kemi dashur të marrim shpjegime nga prokuroria e Ferizajt për këto rrethana. Prokurori, të cilit i është besuar hetimi i këtij rasti, është Ismet Rahmani nga prokuroria e Ferizajt. Prokurorit i kemi kërkuar të na jap një intervistë për të na sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje. Për intervista ato na e shiqojmë ma vonë, po nëse ki diçka tashtë, e thirrë zëdhënësin e prokurorisë dhe bisedon me të nderuar. Të jemi të qartë shikues të nderuar. Në vendin e ngjarjes kanë mbetur të pasekuestruara gilinderat, tepihet e po ashtu banesa ku ka ndodhur ngjarja ende nuk është e bllokuar. Për të kuptuar nëse gilinderat kanë qenë të montuar sipas standardeve, duhet të paktën të dërgohen për ekspertizë. Çfarë kemi mbërritur të shohim në vendin e ngjarjes është që as bulonët, të cilët e kanë ngjitur këtë strukturë, nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza nëse ishin sipas standardeve. Si gazetar, kam dashur ta pyes prokurorin nëse në vendin e ngjarjes është ftuar ndonjë ekspert i ndërtimit për të vlerësuar këtë situatë. Pasi prokurori nuk ka pasur përgjigje të qartë në kërkesën tonë për intervistë dhe për të na sqaruar se pse gilinderat dhe materialet përcjellëse nuk janë sekuestruar, ne kemi dashur ta pyesim edhe shefin e tij, Burim Qerkinin. Pse po e bëjmë këtë pyetje shikues të nderuar? Në një rast tjetër, ku një dritare ka rënë nga një dhomë, i krejtë rasti është duke u diskutuar nëse gomat e dritares kanë qenë të vendosura sipas standardeve. Duke e parë atë rast, i cili mund t'i liroj nga përgjegjësia disa njerëz, kam dashur të kuptoj nëse në këtë rast të gjitha provat janë mbledhur sipas standardeve. Realisht, provat janë në vendin e ngjarjes, nuk janë në laborator, ndërsa çka kemi mbritur të shohim në vendin e ngjarjes është që gilinderat në katet e tjera të ndërtesës janë të vendosur pak më ndryshe se në këtë rast. Pra, pse janë pak më ndryshe? Kur i analizojmë pamjet, na del që gilinderat në vendin ku ka ndodhur ngjarja janë vendosur me bulon, i cili është i vendosur në platformën e metalit e me pas në kornizën e dritares. Nuk jam ndonjë ekspert, por jam konsultuar me disa njohës dhe ata kanë treguar që në këto situata buloni duhet të jetë aq i gjatë sa t'i kaloj të gjitha shtresat e plastikës e në fund të arrijë në shtresat e aluminit, të cilat janë të vendosura në kornizat e profileve të PVC-s. Në vendin e ngjarjes e kam parë bulonin i cili është shkëputur prej PVC-s. Edhe buloni, po edhe profili i PVC-s janë lënë në vendin e ngjarjes. Nëse këto dy prova nuk janë sekuestruar dhe nuk janë dërguar për analiza, unë nuk e di se si prokuroria ka për të konstatuar se cili ka qenë shkaktari që gilinderi ka rënë prej katit të tretë. Përpos që kam tentuar të kontaktoj prokurorin e rastit, për të kuptuar pse këto materiale nuk janë marrë si prova në vendin e ngjarjes, i kam telefonuar edhe kryeprokurorit të Ferizajt, Burim Qerkinit. Të dy kanë thënë që janë duke zhvilluar hetime intenzive për rastin, por nuk kanë pranuar të më japin shpjegime sepse bulonat që i mbajnë gilinderat nuk janë sekuestruar. Pra, hetimet po vazhdojnë, por bulonat bashkë me gilinderat, bashkë me plastikat e roletave e bashkë me to dhe profilet e dritareve nuk janë sekuestruar për të dërguar në analiza. Si në rastin tjetër të silikonit të dritareve që e përmenda me lartë, avokatët kanë për të pasur shumë dilema për bulonat, shinat e metalta, shinat e plastikës e shumë faktor që nuk janë arkivuar si prova në këtë rast. Po në hetimet intenzive kemi kuptuar edhe disa rrethana të tjera. Pronari i banesës ende nuk është marrë në pyetje. Gafur Ahmeti është pronari i banesës. Ai e kishte blerë këtë pronë në janar të vitit 2022 nga kompania Kastrioti
me bazën e Caralev, duke besuar premtime se po blente një banesë funksionale. Ahmeti rrëfen ekskluzivisht për natën kritike, mënyrën se si u shit kjo banesë pas një kriter sigurie dhe faktin se asnjë zyrtar komunal apo inspektor nuk ka trokitur kur në një derë për t'i paralajmëruar se po jetonin në një objekt të jashtëligjshëm dhe krejtësisht të rrezikshëm për jetën. Po unë asë se kom po kur ka hinj. Qysh ka hinj aja me kesha, asë se si më konë shpeqe, se së rrijë në këtë shumë. Vesh, mas ju krydar ka, i ka orë grujës një telefon, i ka orë që ka ndodhë një. Dhe do në menova dhe shurëzu diçka, shkallët e përë, se pa gilindera, pa kur gjalla shurëzu, edhe se mora far tragjike. Dhe veta grunë dhe shka, tha urëzu, Alia urëzu, e i pak herët. Erdha të në emergjens, gjalli sajnë e shkon me ta. Së më shë me zonë venë, në me ditë, se më nësun hisha kur gjë me. Edhe erdha këtu, eshin pas policia, eshin pas rrëthë kuket. Nalën. Kush jetë e pikallë të edhësh, për në ori banesë jam. Dhe okej. Po tani në foka dolen edhe ta që kanë po, që këshin po live të ora njërën. Po tani një këse galëzaj, tha që edhe një djallë tha konë me ta. Po nëse disha, sa nësë disha, tha një djallë me flëgata. Tani më rrështë që edhe djalli ka konë këtu. Djalli ka konë të këshyrë televizor. Aja pas ka hinjë në dhumë, edhe ma shumë. Se nësë di, thashtë e thonë me shka mos po dalim, po. Cili është raporti juaj me viktimen? Pu, raporti im. Kjo është gru e miqës. Gru e miqët është. Po është si njerë e konë. S'po di që me thonë ma shumë, kanë qaq. Qaq njerë i mirë u konë, qaq punëtore e madhe. Ajo është ra bashkë me gilinderat pra që kanë qenë aty. Dikush për thë që ka ra para gilinderat, dikush mas gilinderat, tash të qas për flitë, tash s'di që thamë. Veç që mu rasin shpe med në banisë. A mund shme të regu pak prej kur je pronar i kësaj banese edhe qysh e ke ble? Në kuptimin qysh kanë shku procedurat? Une jëm konë njëre me djallë të migjës jëm konë. E djallë i migjës e ka pas një të antartë këtyne të kastriotave, ka pas një kolege ka pas. Edhe e pa të muhabet për një. Edhe më tha po, tha kam. Se vete, dhe shenis të shaki, se masim po bojnë si sene, tha po, tha kam një, tha së dhëma i ka, tha 4 dhëma gjyë, tha okej, tha shime interesum. Tha që do një marrë, tha hajde këshërni. Edhe konë mramja, 9 ora, 10 ora konë. Edhe shkova e mora grunë. Jemi ardhë, jemi hi, kemi këshyrë krejt. Ma ka dhonë qmimin, e thash po, edhe që ka që me qelë sa ndorë, veç më ka thonë që pe fillit më ka thonë, shkon 1 vjet deri në 2 vjet, shkon të i të regulluvat banisa. Edhe në kështë dakord, tash okej. 1 vjet deri në 2 vjet, çmimi më konvenajke. Edhe kemi bo kontratën tani mas një kuë një në razdyri me bo kuën, ato kontratën, e kemi në shkru. Mas një kuë ja kom përdo dhe pjesën tjetër të para, edhe mo qaq mo. 2 vjet deri në 3 vjet shkoj, po tani jo e ka tjetër kush, jo me një qenë, te në shkujta kontratë, kërë në shkujta kontratë tani dole një qenë sene tjera, po. Po, deshke me bo presion pakone, për me kryma shpecët, duke me shtitë fëmijë dikon, për me fjetë. Kur je vendos ti këtu për herë të parë, pra me banu, a kanë qenë gilinderat e vendost? Po, kompletë konkret. Kompletë konë, se pa kompletë buketë, nësë, thminës, si besoj isha kur gjë. Gjatë qësaj periuda, ke pas nëj të lashën me gilinderat? Ja, që kërësan, si atësan. E që pa, kërëso afer u të gilinderat.
Se ju kom nejtë gati gjithë i kom nejtë, se vetë që kom besu, për të gati drejtën e. Po, ja zguzon me prej kur gjo, ja zguzon me bo kur gjo, se komunë astaj janë për shka shtaja për... teknik. Po, theshin zguzon me prej, se unë jam... Mune vetë që kom besu për nësena vetë. Po më intereson me ditë, objekti është i papërfunduar. Nuk ka pranim teknik. Si që kemi pa, nuk ka as ascensor, hapësira të ascensorëve. A ka qenë dikush prej komune me ju paralajmëru, me ju tregu që është rrezik me banutën? Ja. Heq, kursan, heq. Si ka interesu kujt, heq. Mas rastit? Heq. Kërkosh heq. Heq, bashkë kërkosh heq. Heq. Policia, prokuroria? Veç policia atë natë që jena konë, këtu me polec, edhe vetat policin bile, dhe asha... Merë pëllash për gjësine, kush pëllash për këtë rast, së është në regull jo kështu. Shku njëre edhe kërkush. Tha 99% atë rose, tha... Njëtët se na i kena, tha, Gilendira tha qështu në thënë gjitën. Dhe ta një pëthojnë, ja, kjo nuk është për me mbajtë, nuk është, të ta është që ka mos po flitet. Se për mu së është në regull që kjo së është normale. Edhe, dikush ma bo një bile, tha, kjo, tha, si se ma fari koq, tha, është kë. Tha, si se ma fari koq, që mu sa afrasin ato nga s'ka siguria, mërësh. Kjo së në regull, kështu. Për e soptemi, ta shpedine. Se që shponuat këto. Kush e ka ndërtu objektin, kush e ka vendosur një dera? Ja, sanë në heqë. Pra te ke morë banesën që thujme na me qetë saldor? Këtë komplet, që shukon tere i nalt, që shukon këtë komplet, unë i e mordë. Ta është e ka një stakatok, po hinë njërës të halau, po të ndërtojnë për nëreqen. Edhe këto bosi ka faze i plumba bo këto të është, s'po livrit kur gjëheq ma. A ke pas në komunikim me dikon gjatë kuve të fundit rreth gjendjes të objektit, qoftë prej investitorit, qoftë prej atyre që tje ke ble? S'dhen me kanë, s'dhen me kanë. Që është problemi, s'dhen me kanë edhe ma e këm lanë. Unë e qilësat e kam, derën e kam, banisën e kam edhe mos së më ka interesu fort. Edhe s'di ku na mi drejtu ti ma. Që është ai problemi ma i madhe. Ne kemi kontaktuar me kompaninë Kastrioti nga e cila Gafur Ahmeti e kishte bler banesën. Kastriot Faziu nga kjo kompani na ka thënë se banesën e kishte marrë me kompenzim nga një betonier, emri i të cilës nuk i kujtohej. Asaj nuk e dinte se kush i kishte vendosur gilinderat në banesë. Alo, përshëndetje. A ku më thirë tek një gurthys Kastrioti në Caralem? Po. Atëherë ndërrumë në martoni prej Kallxo.comit, gazetar. Po. Po të thras për qëtë rastin që ka ndodhur në qytetin e Shtimes, ne kemi bisedu me pronarin e banesës prej ku ka ra kjo viktima, edhe ai na ka thonë që banesën e ka ble prej juve, dikun ka vitit 2022. Po. A mundeni me na sqaru kush e ka ndërtu objektin edhe kush ka qenë investitori, edhe çush ka shku procedura pra që ju ja keni shit banesën Gafurit, Gafur Ahmetit? Po e thënë kam benzimin e kemi marrë një detenier, kësa detenier, ke ndërtu që në kona se të ditë të quza as firmën të i dhe në vishë. Okej, e a mundeni me ditë, do më ju e keni marrë banesën, a keni marrë të gatshme banesën apo qysh? Ja, telefon të ndërtu kërë kemi marrë na, po e si kërë po e gatshme, në ka shiti kështë tjetër neve, na, tina dhe të. E gilinderat, a e din kush i ka vendos aty? Allah, e të rajve, a kom po e të shirë. E kur e ke bleti banesën, a kanë qenë gilinderat e vendosën? Shka më thonë, nuk e di. Investitori që ka ndërtuar këtë ndërtesë është zhdukur ndërsa objekti vazhdon të përdoret nga banorët. Përgjegjës për sigurinë publike dhe sigurinë e objekteve kolektive në vend janë komunat. Por në Shtime e tërë ndërtesa ka probleme. Jemi në katin e 3 të këtij objekti nga lartësia ku ka rënë pro 46 vjeçarja, e cila nuk ka rritur të ju mbjetoj
plagëve, ndërkohë përveç terasave në këtë ndërtesë, pjesa e konsiderueshme e cilave nuk kanë rrethoja, këtu nuk ka as ashensor, madje edhe hapësirat e ashensorëve pra janë të hapura dhe nuk kanë kurfar mase mbrojtëse. Timi ka fillu vitin 2016. Dikun tetor ka fillu vitin 2016, dokumentat janë komunë mund i verifikoni. Objekti ka pas me përfunduar 2019 në janar, me 16 janar, ka pas, nëse s'përfundon objekti, kena pas nami marrë ato i farë kompenzime që shkojnë, edhe mo prej atë herit, dhe në vitin 2020, ajna ka maltretuar. Prej vitin 2020, mo nuk s'kemi kontakte me investitorin, objekti ka me qështu, ma tutje zdi shka tha. Kush ka qenë investitor? Investitor ka qenë në Shkelzen, qërimi më zgabofsha, e firma që ka posamni nuk i di. So në jetoj jashtë, nuk di ma shumë për detaje tjera. Unë e di që, kër e ka nalshu venin, e di që ju konë vitin 2016. E di që në 2019, komenduën me arë me jetu në banes temën, me fjallë të investitorit. Mas vitin 2016, ka posën, mas vitin 2019 më falni, ka posa e me neve më rekompenzu. Na kur si kemi lyp, as kompenzim, as kur gja e që vetëm me ndërtu. Aj një kohë në mënu, dikura është du kejt, edhe objekti ka me tash për shej. Banesa o nisë në 2016 në 8 orë. Me 16 janar 2019 s'ka posë më përfundu se e kena lonë 3 muj ditë për shkak dimnit, dhe ma onën ma tej, përse 2 vjetë e ka posë. Dhe ma onë 2018 ka posë më përfundu në 8 orë. Po për shkak të kohës dhe ma onë dimnit, a i tha tek të ertin janar, tha 3 muj ditë, tha mi jep një për me javë dhonë qelësat në dorë. Kena na dhe shka kemi lëshu të tukën, na kena pasë me marrën qelësat dhe ma onë për banesat e tuna që ka na kanë takukën. As ne ka dhonën banesat, as kur një cens ne ka dhonë për të mënë qero, as së s'fjalipëm kur një cent, veç në të ndërtuhet, e mos jetë në qendër shtimës, kjo një lezez. Të dhënat na tregojnë që në këtë rast investitori ka qenë një person me emrin Shkelzen, por ne nuk kemi mbritur ta kontaktojmë. Heshtja në këtë tragedi i ka kapluar edhe autoritetet lokale. Komuna e Shtimes ka zgjedhur të mos e dënjësoj këtë hulumtim me paraqitje para kamerës. Ata, duke refuzuar paraqitjen, kanë vendosur që në stilin e përgjigjeve me email të na japin përgjigje për një situatë kaq të rëndë. Pra, në Shtime, kur pyet për arsyet pse shrafat e gilinderave të instaluar në objekte janë të pasigurt, komuna nuk flet para kamerës. Përgjigjet për tema të rënda sërish vijnë në email. Askush nuk dëshiron të tregoj publikisht me fytyrë pse ka ndodhur kjo tragjedi. Objekti në fjalë është pajisur me leje ndërtimore me datë 9 gusht 2017. Megjithatë, ai ende nuk është pajisur me pranim teknik nga komuna, pasi punime ndërtimore nuk kanë përfunduar. Për pasojë, komuna nuk ka lëshuar leje për shfrytëzim apo banim të objektit. Inspektimet nga Inspektorati i Ndërtimit kryen në përputhje me kompetencat ligjore dhe procedurat në fuqi, përfshirë rastet kur paraqiten kërkesa nga investitori gjatë fazave të ndërtimit. Rasti i datës 5 korrik 2026 është duke u hetuar nga prokuroria kompetente. Për shkak të hetimeve në zhvillim, komuna nuk mund të javë vlerësime apo konkluzione që mund të ndikojnë në procedurën hetimore. Pas përfundimit të hetimeve dhe nxjerrjes së një vendimi nga organet kompetente, komuna do të veprojë në përputhje me gjetjet dhe detyrimet që rrjedhen nga ai vendim. Për ta kuptuar se pse prokurori nuk ka dalë në vend të ngjarjes, pavarësisht se ka një person të vdekur, për ta kuptuar se pse gilinderi pra që dyshohet me cilin është rrëzuar viktima ka vazhduar me qenë në vendin e ngjarjes dhe nuk është marrë për t'u ekzaminuar dhe për ta kuptuar nëse është bërë ndonjë vlerësim i rrezikut që banorët mund ta kenë duke qëndruar në objektin i cili nuk është i përfunduar dhe nuk ka kushtet e sigurisë as minimale, ndërkohë ne kemi dërgu edhe pyetje me shkrim në lidhje me krejt pretendimet e ngritura. Lidhur me rastin në fjalë, ju njoftojmë se prokurori i shtetit ka udhëzuar dhe autorizuar policinë dhe inspektoratin e punës për ndërmarrjen e veprimeve hetimore dhe verifikuese me qëllim të zbardhjes së të gjitha rrethanave të këtij rasti.
Aktualisht, prokuroria është në pritje të këtyre raporteve dhe informatave përkatëse të cilat do të analizohen dhe vlerësohen në kuadër të procedurës hetimore. Çështjet e ngritura në pyetjet e juaja, lidhur me rrethanat e ngjarjes, kushtet e objektit, sigurisë e të tjera, janë aktualisht pjesë e hetimit që është duke u zhvilluar andaj në këtë fazë fillestare të procedurës hetimore. Kjo është të gjitha çka mund të ndajmë. Ne kemi telefonu tek krye prokurori Burim Qerkini. Ai na ka thonë se duhet të sqarohen disa gjëra që pyetjet tona të marrin përgjigje. Jemi në fazat hershme. Është e nevojshme me sqaru disa çështje për cilat do të kum dërgu pyetje. Është nevojshme ku ti kem të sqaruar na tani ja sqarojmë edhe juve. Se prokurori s'ka dalë në vend të ngjarjes. Prokurori kujdestar, pse nuk ka dalë në vend të ngjarjes? E para e dyta, Diskutojmë gjitha rrethona, tani pastaj diskutojmë. Ti kemi këtë komplet që është pak nuk është vashë qartë situata, edhe pastaj tani dalë. Po jemi në hetimin fillestare. derisa prokuroria themelore Ferizaj dhe komuna e Shtrimes vazhdojnë të arsyetohen se rasti ndodhet në fazën fillestare të hetimeve, një provë kyçe për zbarrjen e të vërtetës, siç është grinderi i metalit me cilin dyshohet se ra viktima, ka vazhduar të qëndrojë në vendin e ngjarjes, duke u ekspozuar ndaj dëmtimeve të mundshme që mund të shkatrojnë gjurmët forenzike. Mbi të gjitha, ajo që mbetet më e rënda dhe më alarmantja është se asnjë autoritet nuk ka marrë mundimin të bëj asnjë paralajmërim zyrtar apo të vendosë shirita bllokues që banorët e tjerë, fëmijët dhe familjet që vazhdojnë të qëndrojnë në këtë objekt të largohen. Shikues të nderuar, ky është një rast tjetër i raportuar i cili na tregon që hetimet për sigurinë e punë kanë probleme shumë serioze. Tani po ju lëmë një reportazh të koleges sime Arbrita Uka, e cila na tregon për një problem tjetër serioz. Arbrita ka mri me dokumentu që në disa shkolla të Kosovës punojnë mësues me diplomat e kontestuara. Ta ndjekim. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Arbrita Uka dhe sot do ju zbuloj rezultatet e një denoncimi të cilin e kemi pranu në kallzo.com para disa muajsh e i cili do na zbardh një rrethon shumë shqetësuese për kualitetin dhe cilësinë e sistemit arsimor në Kosovë. Denoncimi të cilin e kemi pranu shpërfaq dyshime se në disa shkolla të Kosovës punojnë mësues të cilët kanë diplomu në programe të palicencuara. Këta mësues që kanë kry shkollën në programe të palicencuara dhe të pa akredituara, janë toleru për vite me radhë me punu në shkollat e vendit dhe me dhanë mësim pa i pengu askush. Këtë problem, bukur madhor e kam zbulu duke gjurmu historinë e punësimit të 2 mësueseve nga Peja, të cilat punojnë për më shumë se 15 vjetë në shkollën fillore Lidhja e Prizrenit në Pej. Kam shku me i taku në shkollë 2 mësuesët, Rezolita Gorani dhe Luljeta Kurhasani. Interesimi e mbazek është me kuptu se me çfarë diplome dhe licence ato janë punësu në shkollë. 2 mësueset na kanë taku, po nuk kanë pranu me fol para kamerës, me dhanë intervistë, me sqaru se me çfarë diplome punojnë në shkollë. Kemi marrë vesh për tjerëve, jo për institucionit për kemi kry. Kemi luftu për mi pas drejta tona, për mos me na shku dam shkolla, kemi shku në ministri, kemi kontaktu sa herë ministrin, gjithmonë se cila zyre ta ka dhënë përgjigje ndryshe, po gjithmonë e kemi pas parasysh që është ligji, që është në proces çështja, edhe me ku na lajmërojnë çka ka menduar me neve. Mo nuk kam pas informacione. Një dokument që na kemi të 2007-s, programi fillor dhe parafillor i edukimit të Kolegjit Vizion Evropian thotë nuk licencohet për shkak se nuk ka hapësirë për fakultet dhe nuk ka kuadro akademik. Shkaptetit e kemi mbajt na aty. Unë e bëj proces që ju një vënu për ortësimi. A mundë me ju prit kur të që përfundoni, jemi të interesuar. A din që to na i kryet jo para kamerave vetën teme edhe u kry. Në rregull, jo me kamera kushtëse. po në rregull, veç që pjesën që jeni përpjek edhe sa Jeni përpjek ju tregova edhe tash kur të him se po sa çdo që me pagu për me shku në çfarë për. ato informacioni ka institucioni. Po nuk e kupton sot.
Drejtoresha e shkollës nuk ka shumë të dhëna për shkak se punësimi i mësuesve ndodh nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Diplomat, 2 mësueset në fjalë i kanë i posedojmë, domethënë këtu në arhiven tonë të shkollës, lidhja Prizrenit këtu në Pej. Për të tjerat, informacionet që juve ju duhen si gazetari, kallzo.com mund t'i kërkoni dhe t'i gjeni në DKA, sepse DKA-ja është punëdhënës, jo i vetëm shkollës tonë, po i gjitha shkollave të komunës së Pejës, pastaj ministria janë në dijeni për çdo gjë që arsimtarët kanë diploma, licenca në shkollën tonë ku unë e menaxhoj. Personalisht, a keni pa këto diploma? Po, i kom pa, Licencat e tyre të punës, a keni pa? Për licencat të punës mund të kontaktoni DKA-n. Që sa vite punojnë Rezolita Gorani dhe Ka diku 16-17 vite që punojnë këtu në shkollën tonë, janë mësuese dallume. Të ciklit klasor? Cikli klasor, janë 2 atë, po, 1 deri në 5. Në rast se del që diplomat e tyre nuk janë valide, ose në rast se nuk kanë qenë të akredituar me programet atëherë, Gjithçka si e shihni se duhet me vepru në raport me këto mësimdhënëse? Po, unë mendoj që DKA-ja përderisa me Ministrinë e Arsimit është domethënë ligjërisht me çdo gjë që zhvillohet në shkolla, besoj që këtë informacion e merrni në DKA. A keni biseduar me këto mësimdhënëse për shkollimin e tyre? Ju kanë përmendur ndonjëherë ku e kanë përfunduar shkollimin? Po jo, ndoshta edhe pse jam drejtoreshe 3 vite, pothuajse, kështu që se kom pasë edhe arsye mi pyet. Nuk e kom pa dhe të arsye. Po asnjëherë nuk e keni biseduar? Sepse s'jam punëdhënëse. Punëdhënëse kemi DKA-n dhe Ministria e Arsimit. Për me gjurmu tutje, ne kemi kontrollu në dokumentet e 2 mësueseve, të cilat janë shpall mësuese të zellshme. Ato kanë diplomu në Kolegjin Vizioni Evropian në Pej, një institucion i cili nuk e kishte të licencuar programin në të cilin kishin studiuar mësueset. Po si kanë arrit mësueset me u punësu me diploma nga programe të palicencuara, këtë kemi tentu me e marrë si përgjigje nga Drejtoria e Arsimit në Pej. Halli është jo vetëm to, ka dhe tjera që kanë kry privat, o kolegjin, o ndonjë institucion tjetër, sepse në shkollat shtetënore nuk lejohet kvalifikimi privat. Mirë, po njëtën kjo praset ky vendim fuqi, ato vetëm e kanë kry dhe janë punësu. Ka ndodhë ma herët, është para që ka 15 vite që janë punë ato. Dhe njëtën ko, Ministria e ka njoft kvalifikimin e tyne, e ka njoft. Mirë, po pas vendimi që 11-12 nuk e di sakt vitin si dhe është, ku Ministria aty tutje nuk e një asë një diplom institucioneve private cilat janë. Njëtat kanë mujt me u rikvalifiku, që 2 janë mësuese të mira, njëna bile ka qenë mësuese e vitit të në qytetin e Pejës që kemë pas. Në aspektin profesional nuk kemë vrejtje, në aspektin ligjor i besoj se jemi në rregull, për derisa nuk ka ndodhë kjo pas kërkesë vendimit ministrisë që s'kemi drejt me marrë me fakultete private. Ato kanë qenë, ato në punë kanë qenë kur s'kam qenë në këtu hisë, para 15 vitesh dhe sigurisht ju kanë nështruar testit edhe këto procedurat e konkursit cilat ndodhin. I kanë të i kalu procedurat e konkursit dhe momentin që i të i kalun këtë i bëj dhe këtë i kryin 10 vjetë përvoj pune, atëre në një farforën me merë drejten e kontratës përhershme, edhe me rikvalifikim që do të kryin. Kolegji Vizioni Evropian me vendim të Fehmi Ismailit, ish sekretari të Ministrisë së Arsimit të datës 9 maj 2007, kishte qenë i licencuar në disa programe, por jo në programet e Fakultetit të Edukimit, me arsyetimin se nuk kishte pasur hapësirë të mjaftueshme për këto fakultete dhe nuk kishte kuadër të dëshmuar akademik. Me anë të një emaili, Ministria e Arsimit ka konfirmuar se diplomat e 2 mësueseve, sipas vlerësimit të Ministrisë së Arsimit, nuk janë të vlefshme. Sipas vendimit përkatës të vitit 2015 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, diploma të datës 28 korrekt 2010 të Rezolita Gorani, të datës 28 korrekt 2010 të Luljeta Kurhasanet, të lëshuara nga Kolegji Vizioni Evropian në Pej, nuk figurojnë se të vlefshme për njohje zyrtare. Po pse jemi në këtë situatë?
Kolegjet private ishin toleruar të pranonin student edhe për programet e palicencuara. Qindra njerëz vlerësohet të kenë ndjekur programe të tilla në vend, ndërsa Ministria e Arsimit për të kontrolluar cilësinë kishte vendosur të krijonte një mekanizëm hibrid. Ish-ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, në vitin 2015, kishte krijuar hapësirë që mësuesit e diplomuar në universitetet apo kolegjet me programe të palicencuara të mund të ndiqnin një program kualifikimi në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, e më pas këto diploma të vlenin për punësim. Kur ka marrë përgjegjësinë institucionale janë përballur me një situatë të krijuar më herët, e cila duhej trajtuar në përputhje me ligjin dhe standardet e sistemit të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Për shkak të kufizimeve dhe detyrimeve ligjore që burojnë nga legjislacioni në fuqi, nuk ka qenë e mundur licencimi apo njohja drejt për drejt e programeve që nuk i plotësonin kriteret ligjore të përcaktuara. Megjithatë, qëllimi i ministrisë nuk ka qenë të dëmtojnë studentët apo të vjedhë në pikpyetje e ardhmja atyre profesionale. Pikërisht për këtë arsye kam iniciuar dhe kam nënshkruar vendimin që krijoj një rrugë zgjidhjeje përmes programit për avancimin e kualifikimit në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Ky program mundsoj të diplomuarve të plotësonin standardet akademike dhe profesionale të kërkuara, të harmonizonin kualifikimet e tyre me kërkesa ligjore dhe të vazhdonin rrugën e licencimit dhe punësimit në sistemin arsimor. Prandaj, ky vendim nuk ishte një masë kufizuese, por një zgjidhje ligjore, akademike dhe humane e cila mbrojti interesin e studentëve, garantoi cilësinë në arsim dhe siguroi respektimin e standardeve të Shtetit të Kosovës. Pas vendimit të 2015-s, ish-ministri Arsim Bajrami kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Universitetin e Prishtinës më 18 nëntor 2016 për avancimin e pedagogëve që i kishin përfunduar studimet bachelor për 3, 4 apo 5 vjet dhe ishin duke punuar si edukator, mësues klase e mësimdhënës të edukatës qytetare. Në atë kohë, rektori i UP-s ishte profesori Marian Dema. Edhe këtu ishte menduar për të diplomuarit në 3 fakultetet e edukimit të 3 kolegjeve private, që i kishte përmendur edhe në vendimin e gushtit 2015. Kjo marrëveshje zbatohet në vendimet e lëshuara nga masht me numër 23201B të datës 4 gusht 2015 dhe numër 23001B të datës 4 gusht 2015. Me qëllim të realizimit me sukses të këtij programi, UP-ja do të inkorporoj programin e avancimit të pedagogëve në kuadër të programit të përgjithshëm të avancimit të kualifikimit mësimdhënësve. Ideja e programit për avancimin e pedagogëve ishte që kandidatët që vinin nga 3 kolegjet private të përfundonin atë për 2 vjet e ta fitonin diplomën bachelor të edukimit ekuivalente me diplomën e fituar në kuadër të programit të avancimit të kualifikimit të mësimdhënësve. Aty përmendet se avancimi i kualifikimit të mësimdhënësve zbatohet nga viti 2010-2011 dhe ofrohet nga UP. 2 vjet pas pavarësimit si shtet, Ministria e Arsimit kishte menduar t'i avanconte mësimdhënësit e diplomuar për 2 vjet në shkollat e larta pedagogjike. Kallzo.com ka siguruar memorandumin e mirëkuptimit mes Ministrisë e UP-s të datës 31 janar 2010 për programin e avancimit të kualifikimit të mësimdhënësve, i cili ishte nënshkruar nga ish-ministri Enver Hoxhaj dhe ish-rektori Muj Rugova. Në marrëveshje me UP-n, Ministria e Arsimit kishte kërkuar avancimin e kualifikimit të këtyre mësimdhënësve në diplom 4 vjeçare bachelor të Fakultetit të Edukimit të UP-s, si ekuivalente me diploma tjera që i lëshonte ky fakultet. Por çka del në fund të hulumtimit ton është që jo të gjithë të diplomuarit e ndoqën programin e avancimit të kualifikimit. Dekani i Fakultetit të Edukimit të asaj kohe, Ethem Qeku, i ka thënë ekipit ton se nuk i kujtohet se sa studentë ndoqën programin, ndërsa edhe menaxhmenti i tanishëm i fakultetit nuk ka të dhëna specifike. Me që ky program i avancimit të kualifikimit është menaxhuar në nivel të ministrisë dhe rektoratit, nuk kemi asnjë dokumentim, të paktën në Fakultetin e Edukimit, nga ajo kohë se përse nuk është zbatuar ajo marrëveshje si vazhdimsi e praktikave që kanë qenë prezente në atë kohë, si dhe modelet të rikualifikimit e qasjeve më pak formale të rikualifikimit e që nga perspektiva tanishme ka mjaft hapësirë për t'i kritikuar si modelet të përgatitjes së mësimdhënësve e zgjidhje të problemeve. Dekani Saqipi është pyetur edhe për një fakt tjetër,
Mësimdhënësja Luljeta Kurhasani më 2014 kishte regjistruar master në këtë fakultet, pikërisht me diplomen që sot Ministria thot se nuk figuron për njohje zyrtare. Ajo del se kishte aplikuar në konkursin e UP-s për studime, sipas të cilit në rastet kur ka vende të lira mund të aplikojnë edhe të diplomuar nga kolegjet private, por me kushtin që të konstatohej njohja e diplomës nga Ministria dhe Agjencia e Akreditimit. Por si e kishte verifikuar UP diplomen e Kurhasanit? Dekani Saqipi thot se në dosjen e saj figuron një shkresë lëshuar nga zyrtar të Ministrisë së Arsimit më 10 prill 2014 si dëshmi për kualifikimin e saj. Në bazë të dokumentacionit në dispozicion, në dosjen e studentes ekziston një diplomë e lëshuar nga kolegji Vizion në Pej në vitin 2010, që konfirmon që Luljeta Kurhasani ka kryer programin fillor dhe po ashtu në dosjet të studentes figuron një shkresë tjetër e lëshuar nga zyrtar të Mashtit, që është lëshuar si dëshmi që kualifikimi në fjalë është i pranueshëm për punësim. Nga perspektiva tanishme, ne kemi të vështirë të vlerësojmë rrethonat e sektorit të arsimit të lartë, universitetit e fakultetit në periudhën përkatëse për arsye që në një ka mungesë të proceseve të komunikimit të dokumentuar mjaftueshëm midis akterëve relevant lidhur me trajtimin e këtyre rasteve. Pra, meq në periudhën për të cilën flitet, nuk kam qenë në rolin e dekanit. Sqarimet po jap në bazë të dokumentimit në dispozicion, se dhe 2, sektori i arsimit të lartë ka qenë në zhvillime dinamike në atë dekadë, duke pasur parasysh funksionalizimin progresiv të Agjencisë së Akreditimit dhe fuqizimin e ligjit të arsimit të lartë në vitin 2011. Nga Prishtina jemi kthy sërish në Drejtorinë e Arsimit në Pej me gjurmu për të dhëna shtesë, por në DKA nuk ka shumë sqarime. Si është e mundur që Komuna e Pejës ka lëshuar edhe kontratë me kohë të pacaktuar për këto mësimdhënëse, edhe përderisa nuk kanë licencë? Për çështja e licencës është ngritur vonë, nuk ka qenë më herët në këtë nivel e ngritur ata. Dhe tash jemi para një akti kur ne duhet ta kemi parasysh se si të veprojmë tutje. Ato kur janë punësu, nuk e kanë pas çështjen e licencës, nuk i kanë pas to kërkesa çfarë janë akute sot. Nuk është çështja vetëm me këto dyat. Ne kemi për shembull mësimdhënës, psikologë në shkolla cilët e kanë kryer privat, sepse s'kem pas me shtetënor. Edhe të njëjtit kanë bërë, kanë kontrata me kohë të caktuar dhe i kanë afatet që nëse rikvalifikohen, riavancojnë, atëherë mund të marrin edhe kontrata dhe licencat adekuate çfarë duhet. Ne kemi për shembull mësimdhënës të matematikës nuk janë të licencuar. Edmond Beqiri kishte qenë rektori i Kolegjit Vizioni Evropian në Pej, i cili edhe i kanë nënshkruar diplomat e mësimdhënësve Gorani dhe Kurhasani. Në bazë të një biografie publike, Beqiri kishte qenë rektori i kolegjit gjatë periudhës 1 tetor 2006 deri më 30 shtator 2011. Beqiri sot është prorektor në Universitetin Haxhi Zeka në Pej dhe profesor atje. Kallzo.com nga data 2 qershor 2026 e ka pyetur me shkrim dhe telefonuar disa herë, por Beqiri nuk ka gjetur kohë të përgjigjet. A keni pa një email dje që i kom dërgu? Jo, se kom pa. Janë disa pyetje në lidhje me Kolegjin Vizioni Evropian në Pej, ku keni qenë rektor. A mundeni me i shiku ato pyetje dhe nëse mundeni me na u përgjigj sot? Shikojnë se kom në delegacion këtu Holandës dhe studenta. Okej, po edhe nëse lironi prej kësaj mbledhjes, ju lutem më tregoni kur të lironi edhe më shkruani edhe mandej bisedojmë edhe në telefon. Po më vjen keq, është në takim. Mundeni, nuk i di. Pyetjet i kom dërgu prej 2 qershorit, dhe janë bo 2 ditë, edhe sot e thira gjatë tërë ditës, është e 3-ta herë, edhe tash këtë herë paraqiteni jo. Okej, mu po më vjen keq, nuk më me ndihmu. Kështu që më 16 qershor 2026, ne shkuam në rektorat dhe fakultet të biznesit të Universitetit në Pej për të takuar Edmond Beqirin. Nga Kallzo. Po ju kërkon juve. Them që jeni në fakultet biznesit, apo? Në rregull. E kuptoj. Në rregull. A nuk është? Jo, nuk është, thot më ka dalë një problem familjar për privatën.
djepile se këtu ishte para pak minutash dhe përfundova që është... A më të më diçka? Na duhet ai, për shkak se kemi disa pyetje për to. Ja kemi dërguar edhe kështu në email. Kemi thirrur në telefon, edhe thash vitin ta takojnë, mandej se do na më përgjigjë se jo. Jemi në Fakultetin e Biznesit të Universitetit Haxhi Zeka më 16 qershor 2026, ku morëm vesh se profesori Edmond Beqiri ka provim në ora 12 me disa studentë të këtij fakulteti. Ora është 12, përsa edhe na informuan studentët se ka i provim sot, mirë po, ende nuk kemi pa që ka ardhur, edhe studentët janë duke prit. Në anën tjetër ne ishim para se marrë këtu në rektorat të Universitetit Haxhi Zeka për me taku, pasi që profesori Beqiri ka qenë në vitin 2006 deri në 2011 sipas një biografie që ai ka të publikuar, ka qenë rektor i Kolegjit Vizioni Evropian në Pej. Dhe jemi ardhur me pyet për këtë kolegj privat që kishte ekzistuar atëherë, se a kishte pas licencë nga Ministria e Arsimit për të operu, dhe a është ndjeni për disa diploma që ne kemi gjetë se ka mësimdhënës pikërisht në komunën e Pejës që punojnë në shkolla të Pejës dhe kanë diploma prej atij kolegji privat. Ka një muaj që profesori Beqiri nuk përgjigjet në pyetjet tona për të na treguar se si kishte vepruar Fakulteti i Edukimit i Kolegjit Vizioni Evropian pa licencim nga Ministria e Arsimit. Situata e ngjashme është edhe në disa qytete të tjera të diplomuarit në Fakultetin e Edukimit në Kolegjin Gjilani. Ish dekani i këtij kolegji, Naim Mustafa, i ka konfirmuar për kallëzopërnime se patën ankesa të shumta nga studentët që ishin pranuar dhe diplomat e tyre nuk pritej të njiheshin. Gjatë periudhës kur kam qenë dekan, kemi pranuar ankesa nga studentët lidhur me mos licencimin e këtyre programe dhe pasoja që kjo çështje kishte për diplomat e tyre. Për informimin tuaj, gjatë periudhës sa kam qenë dekan, së bashku me pronarët e kolegjit, kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për zgjedhjen e këtij problemi. Këto përpjekje janë realizuar përmes takimeve të shumta ndërmjet kolegjit dhe Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të bëra, çështja nuk ka arritur të zgjidhet me sukses gjatë asaj periudhe. Pasi tha se i kishin uzuar që edhe në kushtet të mos licencimit të regjistronin student, Mustafa ka sqaruar se nga bisedat jo formale të zhvilluara më vonë në kolegj me personelin akademik dhe pronarët, në atë periudhë kishte ekzistuar një praktik që kolegjet të fillonin regjistrimin e studentëve në fillim të viteve akademike, ndërsa proceset e licencimit të programeve të zhvilloheshin më pas nga Ministria e Arsimit. Mustafa ka ndarë me ne numrin e studentëve të regjistruar në Kolegjin Gjilani në programet e Fakultetit të Edukimit, të cilat në bazë të vendimit të ish-ministrit Arsim Bajrami nuk ishin të licencuara për vitet akademike 2006-2007 dhe 2007-2008. Atij nuk i kujtohet se sa kishin paguar studentët për studime në Kolegjin Gjilani. Sipas këtyre të dhënave, më 2006-2007 ishin regjistruar gjithsej 19 studentë në programin Arsimi Parafillor, kurse më 2007-2008 ishin regjistruar 17. Gjithsej kishin diplomuar 19. Në arsimin fillor më 2006-2007 ishin regjistruar 34, kurse pas një viti 43 dhe kishin diplomuar 53. Nga këndvështrimi i Mustafës, vendimi i ish-ministrit Bajrami ka qenë një përpjekje e mirë institucionale për tejkalimin e këtij problemi, por ai shprehet se nuk i di arsyet pse ai vendim nuk është zbatuar ose nëse është zbatuar pjesërisht nga Fakulteti i Edukimit i Universitetit të Prishtinës. Ndryshe nga Mustafa, Sedat Berisha, pronari i Kolegjit Universum në Ferizaj, ka deklaruar se nuk kanë pranuar ankesa nga studentët për shërbimin e tyre në atë kohë. Sipas tij, 24 studentë kishin diplomuar në vitin akademik 2007-2008 në Kolegjin Universum në Ferizaj, në Fakultetin e Edukimit. Edhe pse vendimi i ish-ministrit Arsim Bajrami thotë se nuk i kishin programet e licencuara në Fakultetin e Edukimit në vitin akademik 2007-2008. Berisha thotë se kanë funksionuar normalisht me arsyetimin se kanë pasur transparencë të lartë dhe bashkëpunim me Departamentin e Arsimit të lartë dhe Inspektoratin në Ministri, kanë raportuar çdo vit në Ministri, si dhe në Administratën Tatimore të Kosovës për çështjet tatimore. Regjistrimi këtyre studentëve në programin e edukimit, mësimdhënie 4 vjeçar, është bërë mbi bazën e kërkesës sonë gjatë periudhës 2006-2007 për licencimin e këtij programi. Komisioni për licencim, pranë masht, ka zhvilluar të gjitha procedurat e nevojshme, vizita të drejtpërdrejta në kampusin tonë për vlerësimin e programit, hapësirat, stafin mësimdhënës, stafin administrativ, stafin menaxhues dhe të gjitha procedurat paraprake të bazuara mbi kriteret e licencimit të një programi studimor.
në atë periudhë është paguar edhe TVSH dhe tatim në fitim nëse ka pasur për çdo të hyrë nga studentët. Këtë e ka parapo ligji mbi TVSH dhe ashtu është vepruar. Nga masht, pas kërkesës sonë për licencim dhe vizitat e komisionit për licencim, tutje në procedurë mashti ka heshtur. Nuk kemi pasur një konfirmim me shkrim që nuk licencohemi dhe mbi këtë bazë kemi funksionuar pa asnjë paralajmërim se duhet të ndërpritet së funksionuari ky program i edukimit. Shikues të nderuar, në të paktën 2 raste ne kemi mbrime verifikuese 2 mësues që nuk kanë diploma valide punojnë në shkollat e Kosovës. Ky problem i heshtur për disa vite pritet të auditohet nga Inspektorati i Arsimit, të paktën kështu na është thënë jo zyrtarisht. Jemi të realizuar një ullim tim në cilin kemi kuptuar që Kosovë ka mësimdhënës që punojnë në shkolla dhe kanë diploma nga programe të palicencuara nga kolegje private para 10 vitesh e më shumë. A i ndjeni ju si ministër edhe çka keni me vepru me këta mësimdhënës? Çdo konstatim i kësaj natyre duhet ta ketë përpasoj veprimin e pamëshirshëm të shkëputjes aty në kontratave ose çfarë do licencës që erdhën dikujt në mënyrë të paligjshme. Pra, në momentin që i kemi përballë dëshmit për çka po na ndihmoni po besoj edhe ju me hulumtimin tuaj ne do të kalojmë në veprime konkrete sanksionuese. A i ndjeni a është zbatu ky vendim i ish-ministrit Bajrami i cili kishte planifikuar që me avancu këta mësimdhënës që janë të diplomuar prej këtyre kolegjeve private me programe të palicencuara? Unë besoj që çfarë do konstatimi i një paligjshmërie që bëhet në mënyrë zyrtare përveç një hulumtimi edhe me procedurat e ministrisë duhet ta ketë përpasoj vendimin sanksionues që mund të jetë ndërprerje ose një veprim tjetër. Pra, në këtë kuptim, tash çështjet detajet mund mos e din këtë moment, po e di që zyrtarët tanë po merren me këtë çështje dhe nuk mund të ketë kurfar tolerimi ose mirëkuptimi për ata që e shkelin ligjin. Shikues të nderuar, kemi denoncuar një problem serioz që lidhet me historikun e diplomimit të mësuesve nga kolegjet private. Mbesim me shpresë që kjo çështje do marrë përgjigje institucionale. Ju vazhdoni të na shkruani në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.